Kjo Europë mbajti 2 seanca me 2 grupet kryesore parlamentare, në të cilat ajo u informuar dhe debatoi për narkoshtetin në Shqipëri. Raporti paraprak OSBE-ODIHR për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 në Shqipëri ngren shqetësime serioze mbi kushtet e zhvillimit të procesit zgjedhor. Sipas raportit, mjedisi politik është i karakterizuar nga një polarizëm ekstrem, mungesë transparence dhe mosbesim mes partive kryesore. Reforma zgjedhore u realizua në mënyrë të njëanshme dhe pa konsultim publik, ndërsa vendi përballet me probleme të vazhdueshme si korrupsioni, ndërhyrje politike dhe mungesa e lirisë së shprehjes. Raporti thekson se shumica e rekomandimeve të mëparshme për zgjedhjet e lira dhe të ndershme mbeten të pazbatuara, përfshirë ato për përbërjen e komisioneve zgjedhore, të drejtat e votuesve me aftësi të kufizuar, dekriminalizimin e shpifjes dhe rregullat për transparencë mediatike dhe financimin e fushatave. Një shqetësim i veçantë është edhe ndalimi i përkohshëm i TikTok nga qeveria, i cili shihet si kërcënim ndaj lirisë së shprehjes. Gjithashtu raporti kritikon keq përdorimin e burimeve shtetërore për fushat, presion mbi administratër publike dhe përdorimin e midheve patronazhiste për të ndikuar votuesit. Një tjetër problem i thelluar është abuzimi me të dhëna personale, për të cilën janë dhënë ulëzime nga komisioneri për të dhëna personale, por shqetësimet akoma mbeten. Fushata është cilësuar si e zbete, dominuar nga sulme personale mes liderëve politik dhe mungesë debati për politika publike. Dhe pse janë paraqitur 10 ankesa për shkelje zgjedhore, vetëm në pak raste janë marrë masë ndëshkimore, duke treguar mungesë serioziteti ndëshkueshmërie.